marrëveshjeje. Për këtë qëllim SOS dhe Shërbimi Social kanë apeluar për më shumë vëmendje ndaj kësaj kategorie, pasi kjo kategori ka mundësi të bëhet prej abuzimeve. Sipas një studimi në Shqipëri numërohen rreth 608 fëmijë jashtë kujdesit prindëror dhe që mbështeten nga organizma të ndryshme. Tendencat e fundit tregojnë se ka një rritje të madhe të numrit të jetimëve social, që kanë humbur një prej prindërve ose kur familja e tyre për shkaqe të shumëfishta ka vështirësi të ushtrojnë kujdesin prindëror. Për këtë qëllim, SOS, Organizata dhe Shërbimi Social Ndërkombëtar, duke theksuar ndjeshmërinë e çështjes së të rinjve pa kujdes prindëror lidhur me problematikat, kanë zhvilluar një takim për të rritur ndërgjegjësimin dhe orientimin në këtë drejtim. Qëllimi i kësaj tavoline, i kësaj tryeze trombolla, është që të mbledhin gjithë aktorët, qeveritar dhe jo qeveritar, në mënyrë që bëjmë diçka, të përmirësojmë legjislacionin për këto të ri dhe të bëjmë diçka në interes tyre të rive për të përmirësuar kushtet e tyre. Këtu janë kryesisht të rinj që janë nga mosha 14 deri në 18 vjeç ose të rinj mas moshës 18 vjeç. Mas moshës 18 vjeç, kur dalin nga këto komunitete rinore, ato përkrahen nëpërmjet SOS-it, nëpërmjet programeve tjera mbështetëse, në lidhje me strohimin, lidhje me punësimin, lidhje me shkollimin e tyre. Të rinjt pa kujdes prindëror duhet të pavarësohen që në moshën 14 vjeç, pa mbështetje të mëtejshme. Gjatë periudhës kur të rinjt lënë institucionet nga mosha 14 deri në 18 vjeç dhe mos mbështetja për të rinjt pas moshës 18 vjeç, bën që ky grup të jetë më i rrezikuar në të ardhmen e tyre. Sipas një studimi në Shqipëri, numërojnë rreth 608 fëmijë jashtë kujdesit prindëror që mbështeten nga sistemi formal për kujdesës, pjesa më e madhe të cilëve janë jetim social. Përqindja më e madhe e këtyre fëmijëve vuajnë nga papunësia.